faleminderit për ftesën, kam marrë me kënaqësi. Unë jam Aulon Kalaja, me profesion jam gazetar, kam përfunduar studimet e larta për gazetari. Jam një aktivist që jam marrë përgjithsisht me çështje patriotike, që kanë të bëjnë me kombin, sepse në 12 vite ekzistenca e kombit tonë është vënë pikpyetje, që me mini Schengenin ballkanik, që nuk ishte gjë tjetër vetëm se një Jugosllavi e re, apo me çështje tjera të marrëveshjes detit me Greqinë, ku ne do t'i falnim 12 milje Greqisë, me çështje tjera që kanë të bëjnë me protestën e armëve kimike, kam qenë një nga organizatorët e asaj proteste, apo edhe çështje që kanë të bëjnë pikërisht me shpopullimin e Shqipërisë, ku sipas Instatit na u tha që janë 2.400.000 banor, ne kemi dhënë alternative brenda këtij institucioni që janë bërë regjistrime falso. I kemi kërkuar profesor doktor Sali Berishës në komision hetimor parlamentar për vendosjen para përgjegjësisë të autorëve të shpopullimit të Shqipërisë. Këtu nuk kemi të bëjmë me lëvizje të lirë, këtu kemi të bëjmë me një agjend pastër për shpopullimin e Shqipërisë. Na thonë që ikin kroatët, polakët edhe slovenët dhe kështu po ikin dhe shqiptarët. Jo. Qeveria i ka përmbush çdo kusht qytetarit shqiptar për t'ikur nga syt këmbët. Dhe kanë konceptin tjetër të shpopullimit dhe të ripopullimit. Po çfarë do të thotë ripopullim për Edi Ramën? Do të thotë që të përzejmë shqiptarët dhe të cilëm këtu emigrantët afrikanë, si pasojë e marrëveshjes Rama Meloni, apo edhe kryeministrave të tjerë që kanë shpreh pëlqim për këtë marrëveshje. Ishte kryeministri anglez i cili thanë pëlqen shumë kjo marrëveshje se kosto më del më lirë për ta çuar një emigrant palishëm jo në Ruanda, po ta binë në Shqipëri. Kryeministri bavarez që do të hap një kamp tjetër në Seman Thierit. Pra ne duhet ndajmë mendjen, jemi për një agjend për sa i takon turizmit, apo jemi për agjendën e shpopullimit dhe ripopullimit të Shqipërisë me njerëz që vinë nga jashtë brenda.